Mirëmbrëma të nderuar teleshikues. Sonte në emisionin personale kam nderin që ta mirëpres një personazh që ka qenë pjesë e një prej kapitujve më të lavdishëm të historisë sonë, betejës së Koshorës. Mysafiri ynë është zotëri Naser Vllasi, ish ushtar i ushtrisë qërimtare të Kosovës, një prej djemve të lirisë që i qëndrojnë në ballë luftës për të thyer kufirin e padrejtësisë e po ashtu edhe për të hapur rrugën drejt çlirimit të vendit. Mirëmbrëma, mirë se erdhët personale. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Faleminderit të gjithë shikuesve që e përcjellin këtë emision. Nofka juaj ka qenë Kobra gjatë luftës, pse? Po, nofka ime ka qenë Kobra, do me thonë bazë të njësisë cilën e ka themeluar vitin 98 Agim Ramadani. Gjatë vitit 99, para thyrjes të kufirit, momentin që jam caktu komandant i këtij njësiti ku kanë qenë dikun 7 ushtar me thyrjen e kufirit, në thyrjen e kufirit i kum pas 11 ditën e thyrjes me mua 12. Pikërisht Agimi ka pas dëshirë dhe në natën kur është dhonë urnim e 8-9 prill, për 9 prill të bëhet thyrja kufirit që ta marrë këtë nofkën une. Me qenë se une e kom përzgjedh nofkën ose kodin në emër të djalit tim, kom qenë komandant fitimi. 9, 10, deri me 11 prill kur Agimi e shpreh dëshirën para se të nismin nga kazerma objekti i Kosharës, cilin e kemi marrë një ditë më parë në 10 prill me forcat tona, atë ditë e pranoj këtë privilegj të Agimit për mua. Para se të flasim pra për rrugtimin tuaj, pra për luftën që keni bërë brenda ushtrisë qërimtare të Kosovës bashkë me shumë shokët tuaj, do dëshiroja t'ju bëja një pyetje me qenë se jemi në 26 vjetorin e betejës së Koshorës. Si e shihni Kosovën sot pas 26 viteve, pra nga prizmi juaj tani dhe dikur si pjesë e UÇK-s? Jeni i kënaqur me gjitha të arriturat që ka bërë Kosova? Nga arsim me pushtimin e Kasapit Milošević dhe periudhës të ardhjes tina viteve 90-ta, jam i kënaqur mirë, po kisha me qenë shumë më i kënaqur, po të ishin e realizuar gjitha ato ëndra tona dhe për shka kemi luftu ne. Pse, nuk janë realizuar, mendojnë gjitha ëndrat? Po, mendoj se nuk janë realizuar, se një numër i madh i atyre komandantëve që kanë qenë strukturum, kanë vrapue, do me thonë se që të gjinden ma mirë, të pasurohen, të bëhen profiter pas lufte, të bashkan gjiten edhe pjesës politike, ku edhe ata kanë përgjegjësi të madhe për situatën që jemi. Kosova ka mujtë me qenë një pozicion më të mirë, të mirëqenies sociale, ekonomisë, familjare dhe zhvillimit edhe forcimit të shtetit. Po për gjykatën speciale, çfarë mendimi keni? Pra, si keni ndjej veten ju si ish ushtari UÇK-s kur është themeluar një gjykatë e tillë? Edhe unë vetë do ta kisha votuar, do ta kisha themeluar mirë, po jo në këtë formë në cilin e kanë formuar, se gjykata speciale është dashur ta kenë përsenim vetëm raportin e Dik Martit, se ai raport i Dik Martit dhe shërbimet slave, kur thëmë slave, sërbe dhe ruse, përmes Dik Martit ja kanë arrit që të krijojnë huti, gjëja se pjesëtarët e ushtrisë qërimtare të Kosovës kanë bën krime para syve të aleatëve të vet, partnerëve NATO-s. Senimin kanë pas, do me thonë, me këta që të japin një notë negative, sidomos për aleatin kryesor ushtrinë amerikane, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjykata speciale do të pasqyroj një realitet më të mirë, edhe pse mendoj personalisht dhe gjithherë kam menduar se
dy figurat dhe ndoshta dhe të reta, sidomos Hashim Thaçi me rolin që ka pas në gjatë luftës, para luftës, gjatë luftës dhe pas luftës, nuk do të ishte e mirë t'jenë ai atje, se nuk ka pas përgjithësi, do me thonë, komanduese, ai ka qenë pjesën politike, po ashtu edhe Kadri Veseli, ku e kam besimin plot se ata do të lirohen nga gjitha pikat e akt akuzës në mungesë të provave, të fakteve e tjera. Zoti Vllasi, ju si ish ushtari UÇK-s, me çfarë merreni tani? Keni qenë ndonjëherë pjesë e politikës, pra si shumë shokë tuaj që kanë qenë dikur pjesë e luftës, pastaj janë inkuadruar në parti politike? Kam pasur një oferta më të mëdha se gjithë këta që janë bërë pjesë e politikës, cilët nuk kanë pas as traditë familjare që të merren me politikë dhe nuk kanë pas në asnjë regjim, do me thonë, sidomos kohën kur dhe thamë më të mirë prej vitit 74 e këndej, si që kum pasu në agjen tim në lidhjen komuniste të Jugoslavisë, pozicione ka qenë kryetari i lidhjes të rinisë, Azem Vllasi më pastaj edhe në komitetin ku është edhe figura kryesore që i ka thonë stop regjimit të Slobodan Miloševićit dhe dihet arrestimet e tina. Dhe falë tina edhe minatorëve pasojnë edhe reagimet e para të shteteve më të fuqishme si SBA-ve, Britanisë, ku përkujdesen edhe për gjykimin dhe kohën derisa kanë qenë ata të burgosën. Kum pasun edhe dy vllazër të izolum të burgosën nga Miloševići, edhe babën në atë kohë, edhe vllavin i cili pashtu ka qenë ushtarak, ka qenë i Hilmum, ai ka shërbyer në ushtrinë kroate deri në fillimin e luftës në Kroaci, ku është tërheq nga ajo ushtri të i ndihmue ushtarët shqiptar me larg. Çfarë mori pas luftës? Pas luftës 4 vite, do me thonë, kam qenë pa punë. Keni qenë pa punë? Pa punë, deri në vitin 2002. Sidomos kohën më të gjatë kum kaluar me ushtrinë amerikane, KFOR-in amerikan, ku imi koordinuar për gjendjen e sigurisë në komunën e Kamenicës atje. Keni punu me KFOR-in, pra? Jam koordinuar, non-stop kam qenë, këto dekorime që vinë, do me thonë, pas shumë viteve nga ushtria amerikane, ku ka falimderime për bashkëpunimin që e bojmë për mbrojtjen e popullatës dhe sigurinë në Kosovë. Po tani, çfarë punoni tani? Momentalisht jam inspektor për mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësi tjera, përndryshe inspektor i parandalimit zjarreve. Ka shumë bashkëluftëtar, pra shokë tuaj që janë kështu në të njëjtën kategori, themi, me juve, dhe nuk janë bërë pjesë politike, siç e përmendet pra edhe 99% ushtarëve, sidomos ushtarëve dhe komanduesve të skuadrave gjatë luftës që kanë marrë pjesë ballë për ballë me armikun, janë të anashkalum. Janë të anashkalum? Janë të anashkalum se vetë fakti që në vitin 2015 janë shtuar numri i veteranëve në format ndryshme, tu i mundsua Agim Qeku që të aplikojnë si një konkurs pune, çdo njëri që mendon që e kanë ndihmuar ushtrinë qytetare, qoftë edhe me një gotë ujë, apo një çaj, apo një pemë, apo një ushqim, apo një natë që e ka kaluar një ushtar në familjen e tij. Keni marrë ndonjë dekorat ju pastaj pas luftës si ish ushtari UÇK-s nga shteti? Jo, këto dekoratat në përgjithësi ku morë prej ushtrisë amerikane, ku dhe shifen ku morë dekoratën prej shoqatës të veteranëve
të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ku morë dekorata dhe për disa familjeve dëshmoreve, si prej Agronadinajt, derisa ka qenë gjalla i personalisht, ka dekorue, është familja se Savatit Tullajt, ka dhe tjera tash stimi. Na të regoni se si u bët ju pjesë UÇK-s, pra ju keni qenë gjithashtu edhe në luftën e Kroacisë që është zhvilluar, prej viteve të nëntëdhjetë. Kom qenë pjesë edhe në luftën e Kroacisë dhe kom shërby atje një trup dveçantë, tokë diverzant, trup antiterroriste, cili ka qenë i pavarur në komandë dhe ka qenë kuadër të brigadës 143 të Gullinit. Komandante këmë pas Karlovic Marinkon, Zavenc dhe komandant për politikë dhe moralë, ku si takon përgjithësia komanduse, edhe pse ka qenë tokë, ka qenë special, ka qenë Ivan Fičko, i cili para një viti ka vdek me gradën general aktiv i karierës, edhe one në tokë i kum krye detyrat e operacioneve, do me thonë, në teren. Pastaj u kthyet në Kosovë? Pastaj, do me thonë, në marrëveshjeve, sidomos me këtë Ivan Fičkon, i më kthyje në Kosovë, të menduhe që do t'i maj lidhjet kontaktet me kroatit e Kosovës, se një moment saktum, kur të hapet lufta në Kosovë, ka qenë dëshira atyne që një brigadë të furnizohet dhe të financohet prej shtetit kroat, komandanti asaj brigade që mune. Pastaj çfarë ndodhi? Në zhvillimet në Kosovë politike, cilat kanë qenë shumë paqësore dhe të mençura nga ish presidenti Ibrahim Rugova, e shmangi luftën dhe na heshtum. Pra o shty lufta për disa vite. Në periudhën që më këthyje prej Kroacisë në Kosovë, i morë ma tepër në një mënyrë me vrojtimin në cilin vitin i këthy prej Kroacisë? Ku ardhën edhe gjatë vitit 92, po definitivisht të fillim të vitit 93. Se lufta në Kroaci ka zgjatë 5 vite, po luftime nuk ka pas 5 vite. Në shtetin Kroatë, presidenti Tuđmanish, presidenti, i ka kërku listat vetëm për 4 mujt që kanë qenë të luftimeve dhe të marrjes të kazermave, ka qenë data e caktume, edhe i ka kërku emrat e të çdo ushtari dhe komandanti, cilët kanë qenë në atë kohë në pjesë e luftimeve. Edhe në mënyrë sistematike gjithë ata janë dekorue, jo si kur këtu të na tash në baza partijake, presidentat që vinë i dyti, i treti, i katërti, i pesti, kjo çështje është dashur mu përmbyll në atë formë me caktu kuvendi i Kosovës, Republikës Kosovës, me thonë, prej shembull, po thonë, 24 mars 99 deri 19, kur jemi demobilizu 19 apo 18 shtator, ata që kanë qenë, po për mua nuk është normale as 19 shtator. Kishte me qenë mirë në qershor, kur kanë i trupat e NATO-s, deri në datë dekorohen dhe një ditë ceremonie me kanë më dekoru gjithë. Zoti Vllasi, pastaj si u bët ju pjesë e UÇK-s këtu? Pra, në cilën zonë keni qenë dhe cili ka qenë roli juaj? Unë fillimisht para betejës koshore, sepse do të kalim pasaj të unë kom pas konfrontimi edhe me policinë sërbe edhe gjatë vitit 93 dhe kom qenë i arrestum se i kom sulmue në mbrojtje të shqiptarëve në sheshin e tani shumë me të shkrandërsniqi në Kamenic. Kanë qenë 12 pjesëtarë në civil të njësive speciale, cilët kanë qenë përgatitur me arrestu, me rre, me maltretu, keqtrajtu, deri edhe me ekzekutu e shqiptarë si në Prishtinë dhe ditë ma heret se 26 marsi, që u vra vllavi dhe vllaun ja plagun. Edhe falë përgatitjeve të mia, unë kom arrit do me thonë të sulmoj,
në ngjarjen e kanë pa dhe qytetarë që kanë qillu afer, unë e kumë qitë në tokë, do me thonë, me grusht policin, tjetërin veç ka s'ka ra në tokë, dhe në mua dite në mënyrë profesionale në shkrep, 2 plumba, mirë po nuk ka marrë në shenjestër polici, po ka dosht me realizu në mënyrë profesionale që është vrasje aksidentale. Derisa momentit një këmë thonë shqiptarit të largohet, që t'ikim edhe unë e dalë prej rrethimit tyne, a i ka ra për sëri edhe unë e mu të rjek vetë, e shanë dilema, mos për më etiketojnë, thojnë ka hime në zitë që me maltretua tjetrin, edhe në atë moment e kanë zirë revolet, akoma si në prezentu si milis, kënë dikur kanë thonë milicia, edhe ka lypë durët në altë. Tërsa unë i këmë gritë durët lartë, ushtarit tjetër e ka morë revolen edhe në dorë, kështë e po i mëshonë të qafa, sa i ka qenë të ngrit, edhe në atë moment i në shkrip diploma. Fatmirësisht s'u kanë kapë mua. Po këtu këtë fotografi që po Trebëri mi kanë thyje gjatë një maltretimit në polici pasaj. Në polici në stacion Gjelan. Këtu këtë fotografi? Kjo fotografi është me një pjesë të ushtarëve të togu të policisë ushtarake në Kolsh, togë, cili ka qenë kuadrët batalonit të policisë ushtarake të Ministrisë në Mbrojtjes, cilët ushtari ka brigadit Hafir Hoxha, komandanti, po me qitë tagë kumponu edhe one një kohë të shkurt dhe një pjesë dërmuse e këti togut kanë ardhë edhe në Koshare. Mirë po, në Koshare kanë ardhë dëshmorë 4 policë ushtarak, cilët jënë pregadit nga komandanti Hafish. Si ndodhi beteja e Kosharës? Pra, kush ishin ideatorët? A kishte edhe opcionet e tjera, apo ishte vetëm kjo strategji, kjo opcion? Dëshirë gjithë me marë përsi për do me thonë, ka qenë ide e imja, ide ati. Ide kemi pas se cilin shpirt që të hapet një koridor dhe ta largojmë njëherë për gjithmonë ushtrijën sërbe nga gjithë plomb e Kosovës. Ide ka qenë dhe ish ministrit Ahmet Krasniqit. Ide ka qenë dhe e ministrit pasim Halil Bicajt. Ide ka qenë dhe shtabit përgjithshëm të QK-s me komandantat e tyre. Po, këtu është me rëndësi kush e pregaditi, operacionin, kush e pregaditi edhe kush mori pjesë në thyrjen e kufirit. Në thyrjen e kufirit, këta qëllimisht po e zbejnë komandantët sidomos që kanë marrë pjesë në betejën e Kosharës, që nuk janë të gatshëm me dalë, me datë caktume me të regue. Sa ushtarë i kanë krye kurset, kanë qenë kursantë, në gjinit ndryshme, si në policia ushtarake, si për diverzione, si për vëzhgime, si për përdorim të armatimit ndryshme dhe të armatimit të randë, dhe të artillerisë, dhe të artillerisë të letë. Unë pikërisht për me konë ma i sinqertë se kur i marrë ditarët e sene që i kumë pasë në luft. Këto janë ditarët e ju, pra që keni shru gjatë luftës, keni marrë edhe një pajisje të radiolidhjes. Kjo pajisje e kumë spjegu një ere, kjo është prej dorës Salit Qekut, ju ka dhonë Besnik Binakajt, një snajperistit, cili ka shërbye në kuadrë të batalonit diverzanto vëzhguse Delta Forcave. Ajo ushtar, dikun vitin 2014, në bazë Salihut, edhe në bazë të përshtypje tina gjatë kohës luftës, e ka po të arsyshme që kitë radiolidhjen cilën ja ka dorëzu Salihut, ma e mu. Kitë radiolidhje ma kanë kërku edhe për muze, unë nuk e kumë
dhënë dhe s'do ta jep, se qëndrojnë disa prapavi tjera. Gjithçka, çdo element, çdo dëshmi, çdo detaj, mundohen me fshi edhe mundohen të përmend kush shembull dhe themeloj nisin Kobrat. Fakti është që agimi, po në vitin 99, 2 muaj ditë, vëzhgimet që në bo, jam i vetëmi përgjithësone. Edhe është që sharake, kur flasin për vëzhgime më të vjetra, të kohës më gjatë, se operacionet dhe ushtrive ndryshojnë në raste në qast. Mos të flasmi pas bombardimit të forcave të NATO-s 24 mars 99, ka pas ndryshime shumë të mëdhaja, mirë po. Për vëzhgimet ju më konë i vetëmi përgjithës dhe i vetëmi une kam drejt dhe i di mas mirë të si në bo. Fakt është që vetëm 22 vëzhgime janë me shkrem. Pse? Se ata nuk e dinë se Agim Ramadani ka kërku prej me dhe s'paku me kësi radiolidhjet, kodu me ku është Ilir Berisha gjallë, e din që kemi pas dhe a i ka kodue, që në kanalin që kumë folën e kur kumë ofruë në bit 200 biseda me radiolidhje me Agim Ramadanin, sidomos ku kanë mujtë me qenë informacione që i kemi mbledh me ushtarët, me vëzhgus, cilët ushtarë këtë Kobrave mu më kanë raportu, one Agimit ka thonë ato cilat mund me thy moralin të ushtarë dhe të komandant që mund me pasë dhe asi komandant, mi jep vetu me radiolidhje. Pra ju për mbani këtë si shenjë dëshmije për afërsinë dhe për punën që keni bërë edhe me Agim Ramadani. Po, është që sharake tash të flasin komandant të cilët kanë qenë në Babin, asë në Papaj, në kohën kur kemi dalë na gjatë muajit shkurt në Padesh, ku jemi vendosë në shtëpin e Man Latajt, edhe një detyrë cilën e ka vlerësu shtabi i grupit operativ të re, ku ka qenë Agim Ramadani, Rustem Berisha, Sali Qekaj, kanë mendu që ne Kobra duhet dislokomi për 2 javë. Na kemi arrit gjatë 24 orëve për 48 orë gjitha sendet e nevojshme i kemi disloku. Dhe pëthoni që ju jeni anashkaluani pra pas luftës për punën që keni bërë. Normalisht, qëllimisht dhe për shkak se ka ase cilët kanë notu jenë gjithë shumë mirë pas luftës, mirë po ka edhe në mesin e familjeve, dëshmorve që po pretendojnë, po kanë dëshirë me ndryshu e realitetet. Të unë s'do të ndryshojnë kur. Se po thoni që historia e treguar e betejës së Kosharës nuk është e vërtet? Po, muj me thonë se 90... Tek meritat apo qëfar? Të gjithë shka, të shumë qka, ka deri 95% prezentojnë gjonat në komandant cilët kanë qenë në emisione mos të i përmi që nuk jënë balafaqu me ngjarjen. Si konkret, rënja e Agimit, flasin ata që kanë qenë me kilometra largë. Rënja e Sali Qekut, unë nuk flasë si ka ra Saliu, se do të me folë Fadili që ka qenë 2 metra afer, apo që e tregon në shumë variante, her 2 metra, her 5 metra, 4, her 10. Ju keni qenë afer Agim Ramadanit kur është vra? Jo, se une ditën e 11 prilit 99, momentin që jemi nda me Agimin, jemi nda për shkak se në plas është dasht me 11 prill, delta forcat me arrit, me sulmue, ku kanë qenë 3 minahedhsat të ushtrijes sërbe, një tagë. Ne me Agimin me sulmun zhare, ku kanë qenë forcat e fortifiku me pjesa komanduse e vijes të parë të forcave sërbe që na ka sulmu. Dhe zhvillimet e para luftarake, ball me ball, dhe që ju deportojmë na në Prapavi, janë me 11 prill, se me 9 prill ditën e thyrjes, çka është e pa logjikshme, ushtria sërbe
tërhiqet nga pika dominante, pika kryesore në rast koshares, ku e kanë pas dhe topin 20.3 mm kundër ajrorin. Një gjë e tillë që nuk guxon të ndodh as sipas strategjive, as sipas taktikave të luftës. Kjo gjithmonë më lën të mendoj pse u tërhoqen pa rezistencë, ku atë ditë vetëm një qen i racës gjermane gjinis femërore i lidhën kamet. Jo, ky qen është në bazën në Kolsh, me mu është Mensut Ademaj, cilin qen e ka brigadit dhe dresue vetë Mensuti. Edhe pse pra koshare në fakt nuk e kanë rrëfyer vetëm komandantet, po ka pas edhe pjesëtarë të tjerë të ushtrisë shqiptare. Fatkeqësisht që edhe komandantet edhe ushtarët pas 20 viteve, 25 viteve dhe ma vonë, po flasin nga kondi i tanishëm, nuk po flasin nga përjetimi, po të flasin nga përjetimi dhe tjerë. Ju përdojnë që komandantet nuk kanë qenë në zonat kur është zhvilluar lufta, apo qëfar... Jo, si cili ka qenë drejtimin e vetë. Që shembull kur është vra ka ra dëshmor Agim Ramadani, unë e kom hinë thellësi, ma të thellë, në Oplaz, me 5 ushtarë të kobrave, për me eliminue forcat sërbe 3 minajesat. Aty ku është dasht me arrit Antonit, se Agimi e vlerësoj që s'do të arrin ata, edhe nëse ki mundësi ti, nëse ta mërmenja, hinë atje. Për të risa Agimi, kom të gju pas luftës për mes një ushtarit, se ka këthyje që ma mirë të na bashkan gjiten. Mirë, po na kemi hecë, kemi bon lëvizje dhe ai u këthy ka thonë, nuk i takova. Na diti kemi shkaktu humbje të cilat i pranon edhe ushtria Jugoslave, po dhe vetë që i kemi pa mesy edhe ditë personalisht, do me thonë nga ne, edhe i vritet komandante. A ka pasur unifikim pra mes Ministrisë së Mbrojtjes edhe shtabit të përgjithshëm të UÇK-s? Unifikim ka pas në përgjithësi, kush sa e pranon, nuk e di, përderisa ku do që jemi taku në zonat luftës, edhe pse është ditë dikush që i përket visi institucionale, apo shtabit përgjithshëm të UÇK-s, thyrjen e kufirit na kemi posë si ushtrisë qendrore e Kosovës, jo si ministrisi FARK. Gjithçka ka qenë, do me thonë, nën emblemin e ushtrisë qendrore të Kosovës. Për qarit që në vrejt, mirë po nuk ka qenë gjithçka perfekt, si mundohen me spjegue dhe si mundohen gjithçka me lonë. Atëherë nëse dojmë si me thonë të gjërat me tizu, me zmadhue, zmadhue në proporcion me meritat kush si ka pas. Gjithsesi, pra natyrisht që ka rëfimin varësisht prej pozicionit të vetë. Ju keni qenë në një pozicion tjetër, keni rëfim tjetër prej komandantit që ka qenë në një pozicion më ndryshëm. Unë e dalloj se unë nuk flasë për në pjesën tjetër dhe pse di se e vetëmja njësia Kobrat ka qenë njësi e cila ka pas kompetenca drejt të veprojnë në këtë vijen e frontit ku ka nevoj mas shumëti. Për derisa shembull në thyrjen e kufirit dihet detyra specifike në Asim Haradinajt, ku thënë pushka e parë e cila krisi ku është taj me djemt e tropojës Shqipërisë, 4 korriku Karaulla, e ushtrisë sërbe, në ora 3-15 më gjizit apo si. Edhe të një ka qenë sinjali. Masi të sulmohet krahu i djathtë ka vrojtoret, ku ka qenë Demdari, ushtarak i lirartë i ushtrisë shqiptare dhe Isen Berisha, ku ka ra Isenin prit. Na kemi pas në planin operativ momentin që
Hiseni i Sulman. Njerës në e ka morë menja që Hiseni me ushtarë të binë prit dhe t'i vriten aty e sa e di unë e 4 ushtarë, nëse nuk gaboj, edhe përgjithësi e ati krahut është të flasin Hiseni. Po jo Hiseni me folë për 11 perioden në rast që ka ndodhur si në zhvillu luftimet për derisa ka qenë përsëri në krahun e djatë. Shumë mirë që prezentoni për herë të parë një dokument burimor të Ministrisë të Mbrojtjes të Ushtrisë Serbe, ku Sasha Vasiljević Gjavol, ku shifet që ka qenë një ushtar është me qitë mirë dhe fotografin bardhëzi dhe atë mbi shkrimin pak, 79 i lindun dhe ato në muin e 10, 29, 10, 79. Këtu nëse qitë një pjesën poshtë, shkruan që ka qenë ushtar, po nuk po shifet, ushtar. Edhe këtë ushtar, edhe Hiseni e prezenton në për emisione pas lufte se ky ka zhvillu luftime deri me dikun 18 qershor 99 me ndërmjetësimin e ushtrisë të NATO-s, trupat karabiniere apo kush kanë qenë, gjoja se i në mes, kjo gjoja se vetë së shtërzue edhe pse është tërhjek ushtria Jugoslave. Këta s'kisha me prezentu, po du me thonë që është ma mirë mi prezentu gjonat edhe mi ditë. Arsyeja e kësaj foto, arsyeja është nëse e qitë një tekstin. Është edhe një foto me një tekst. Është edhe një tekst. Nëse e qitë një tekstin, aty shkruan lartë. Në natën mes datës 10 dhe 11 maj 1999, kë ushtarë cili ka përkit batalionit 125 të motorizum, e ka humbë jetën gjatë natës, do me thonë 10 dhe 11 maj. Kur dihet që gjatë asaj nate, unë i kum pas të lashet kryesore, mi zgju për i gjumit, për derisa unë e mes radiolidhjeve, s'kom arrit me zgju për i gjumit, komandantët në këtë vijen, mu ka lajmru vetëm Fisnik Ismaili për i bazës të përgjimeve në Padesh. Edhe i zgjojnë për i gjumit granatimet që na ndodhin nga, edhe pse kanë fillu këta me depërtu mes krahut tim dhe Abas Thaqit, me pa gu mirë me ngjezi, kjo do me thonë me qenë se unë e dije, se unë e kom komandue. Kjo është komunikat e ushtrisë Sërbisë? Komunikat e ushtrisë Sërbisë reale, është dokument, është i tyne, cilën ma ka dërgu një djetë. Dhe në këtë dokument pra po thotë që kjo ushtar është vëra? Po, kjo është i vëram, amo... Pra, kështu është e vërteta? E vërteta është se është i vëram. Kjo edhe nona tina gjdo vit këta e përkujton në Kragujevci. Po? Gjdo vit. Në ditën e rëndjes... Kosovë është tënë që nuk është vëra? Po, e thojnë komandantat e Kosharës, Hisenin e kumë dëgjue që e thëtë që kjo është gjallë. Dhe të kalim tek pjesa e fundit, themi kështu, sepse koha po kalon shumë shpejt. Kalon koha se unë jam një për i komandantëve që moj në detaje me folje, detajet se si konvenojnë askujt, se gjithë hermonohen edhe me zbe edhe me fshef, se unë kom pas mundësi edhe me sy të shof dhe të moj mend edhe figurat e tyne. Dhe tash, kur më dërgojnë kësi fotografi, se këta dikun... Cili është qëllimi me thonë që kjo nuk është vëra? Se nuk e din. Nuk e din dhe... Nuk e din? Nuk e din, nuk kanë informacion. Se une, do me thonë, me 14 maj, gjatë natës, 15 maj, jom të rjek, kum kalu ka kraj djatë, tu me ndu se akoma është gjallë. Nëse kum ditë se kjo është vraj. Mirë, po kjo prej datës 11 maj nuk është paracit mo në radiolidhjet që i kemi përgjuhet sërve gjatë luftimeve se i kemi pas edhe atë mundësi në cilë kemi qenë vëzhgus edhe tjertë komandantë. Dhe të quajmë edhe fotografitë e fundit që i kemi, pra personalitetet politike,
pra si pas rrjedhjes së emisionit, sepse koha veç ka përfundu, besoj që do të kemë mundësi të flasim. Cili është mendimi juaj për Ibrahim Rugova? Është figura kryesore politikës dhe simbolika e tij që e ka sensibilizuar edhe opinionin vendor dhe ndërkombëtar për represionin dhe dhunën që ka ushtruar politika e Jugoslavisë mbetur, Serbia dhe Malizi. Dhe me një mençuri do me thonë ju ka shmong matkeqës luftës viteve 90-a, që shumë e kalu ma keqë. Është një prej figurave kryesore, do me thonë. Politikës, po. Kalim tek fotografi tjera? Hashim Thaçi? Kjo është, do me thonë, një lider dhe i rezistencës të luftës para, faktikisht me aksionet e para, i lindun, do me thonë, për lider, për një babaj shumë të mirë se kum pasë rastin të vizitoj, ku fati ka dashur që vendet kyqe të marrin pjesë, si në Rambuje, si në leximin e shpalljes të pavarësisë dhe qeverinë e përkohshme ku e ka udhëheq. Po për Ramush Haradinaj çfarë mendimi keni? Po, kemi fotografinë këtu. Ramushin e kum njoft personalisht, ndoshta s'ka komendu për ta shumë me bon dhune shumë ma shumë mas luftës e kum bon mjaft. Mu personalisht kjo më ka dëshpru. Për në kohën e luftës, Ramushi, në fakt njësit e Ramushit, për mu kanë qenë njësi me cilët ju më njoftë edhe me ushtarë sukseshme, edhe është një person cili ka pas guximin, i ka pas gjitha, po si familje, unë sidomos kom respektin për ndjerin Smal Haradinajn dhe fëmijët e tij, si Nasimin, Agronin, cili nuk është në jetë e tjerë, edhe për këta. Edhe fotografinë e fundit për sonte Albin Kurti, kryeministri i Kosovës. Kjo është një figurë cila është ngritë në pushtet me zhurmë edhe ka arritë të vijë, mirë po sa e vlerësoj unë me ardhjen e tij në këtë pozicion të kryeministrit që është dhe me mbështetësit e tij kryesor shteti britanezët, shërbimet e tyne, këta do të alonë loqë sikur Zelenskin. Kështu mendoni, pra, do t'jetë përfundimi. Ashtu do të. Edhe pse ende nuk është formuar qeveria, pra, ka kohë që të dim se a do të mbetet kështu apo jo. Faleminderit shumë. Enigmatike. Po, faleminderit shumë për kohën që ishit pjesë e këtij emisioni. Jemi munduar pra sa do pak disa copëza të rrëfimit tuaj të luftës si sjellim në këtë emision. Besoj që do të kemi edhe emisionet e tjera me temat e tilla e që gjithmonë janë të rëndësishme për vendin tonë. Faleminderit për juve, mirëmbeshje. Asi, faleminderit shumë, shikues të nderuar, edhe juve për vëmendjen. Vazhdoni edhe me tutje me programet e televizionit Duke Gjini. Natën e mirë.